Nderuar teleshikues, përshëndetje, ne rikthehemi sërish në studion e Radio Weekend dhe sërish për çështjen e Kosovës, duke ripërsëritur lajmin e ditës se Albin Kurti nuk arriti të formojë qeverinë e tretë. Ky dështim politik e lë Kosovën në një vakum institucional edhe rrit rrezikun e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Pasojat janë të dukshme, tensione mes partive, vonesa në vendimarrje dhe pasiguri për qytetarët. Për të analizuar këtë krizë dhe skenarin e ardhshëm politik, ne do të lidhemi online me ambasadorin nga Prishtina, me zotin Albert Prenkaj. Zoti Prenkaj, faleminderit që jeni me ne dhe mirë se vini. Përshëndetje, mirë mbrëma. Atëherë, si e shihni ju dështimin e Albin Kurtit për formimin e qeverisë së re? Është si një mungesë e bashkëpunimit politik në Kosovë apo gabime strategjike të vetë lëvizjes vetëvendosje? Po jemi duke parë një ngërç në kuvendin e Kosovës që nga shkurti, pra që nga zgjedhjet e përgjithshme të shkurtit të vitit që po kalon, dhe kemi parë një paaftësi leadershipi të partisë e cila ka fituar zgjedhjet për të themeluar qeverinë. Në radhë të parë për ta konstituar kuvendin, sipas radhës, dhe pastaj për ta themeluar një qeveri. Që nga prilli i këtij viti ka filluar procesi i konstituimit të kuvendit dhe kuvendi ka kaluar disa herë në spastrim apo në qartësim procedural nëpër gjykatën kushtetuese të Kosovës dhe për disa ditë, kështu gati të themi 45 ditë, kemi pasur pushim procedural të kuvendit në mënyrë që gjykata kushtetuese të merr vendime për procedim të mëtejnë. Dhe përfundimisht kemi ardhur tek zgjedhja e kryetarit të kuvendit, i cili megjithatë dhe nën kryetarëve të kuvendit, që megjithatë do të shohim se gjykata kushtetuese do të ketë edhe për të thënë, sepse kemi parë që lista serbe e ka dërguar në gjykatë kushtetuese vendimin për zgjedhjen e nënkryetarit nga radhët e komunitetit serb dhe mund të përfundojmë tek një kuvend i pa konstituar, edhe se tashmë është kaluar faza e mandatarit të parë i cili ka propozuar qeverinë e re, pra nuk kaloi me 56 vota, pra nuk mundi të arrijë 61 vota të nevojshme, dhe kështu tash presim presidenten e cila pra do të mandatoj një mandatar tjetër, mund të jetë të njëjtës parti politike, mund të jetë partive tjera politike, mirë po parti tjera siç është PDK dhe LDK kanë sqaruar sot se ata nuk do të marrin mandat dhe janë të interesuar që të kalojnë në zgjedhje të parakohshme. Por ndërkohë, pikërisht për të do të flasim, cilat janë pasojat e menjëhershme politike që vinë si pasojë e këtij dështimi të zotit Kurti si në institucione, si në funksionimin e shtetit të Kosovës? Po ne jemi duke dëshmuar që nga shkurti i këtij viti një qeveri në detyrë, në qeveri në mbajtje, e cila nga gjykata supreme e Kosovës është shpallur si e dyshim, meqense sipas ligjit për qeverisjen lokale të cilën e ka votuar kjo legjislatura e kaluar, pra me shumicë të vetëvendosjes gjatë periudhës së qeverisjes së Kurtit 2, ku thuhet se një person nuk mund të mbajë dy poste publike. Në këtë rast gjykata supreme ka marrë vendim, pra gjykim i cili nuk lejon që personat të cilët mbajnë postet e ministrave, gjithsesi kryeministrit në detyrë, të jenë dhe deputet. Dhe ne kemi dëshmuar pra që kemi pasur persona të cilët ka qenë në qeverinë në mbajtje dhe deputet, dhe ka qenë e paqartë a janë deputet apo janë ministra. Kështu pra ne mund të vazhdojmë me një qeveri në detyrë, qeveri në mbajtje, e cila ka marrë vendime të cilat nuk janë të lejueshme sipas ligjit për qeverinë, dhe unë pres që të njëjtit do të marrin edhe vendimet e tjera të cilat mund të jenë subjekt i gjykatave të Kosovës dhe subjekt i anulimit të vendime që pastaj do të shkaktoj probleme qeverive të tjera në ardhje. Përpos kësaj, në arenën ndërkombëtare, kemi parë për këtë periudhë Kosovën e cila disi ka mbetur në hije
në arenën ndërkombëtare, pra nuk kemi pasur takime bilaterale me shumë pak me presidentën, po fare me kryeministrin në detyrë dhe ministrat me detyrë të tjerë. Ka patur takime vetëm margjinave të organizatave dhe platformave të ndryshme ndërkombëtare, por jo edhe bilaterale. Ka mangësi të marrëveshjeve. Pastaj po përmendi këtu edhe që po përmenden shumë sanksionet nga Bashkia Evropiane, pra nga Brukseli zyrtar, pezullimin e partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pastaj deklarimin e Departamentit të Shtetit të SBA-s se ka margjina vija të kuqe për emrin dhe mbiemrin e që është Albin Kurti. Ju e përmendët këtë dhe e sillni me të drejtë pra këtë problem që është quajtur mbase si braktisje e perëndimorëve për sa i përket Albin Kurtit apo Kosovës. Do doja ta ndanim këtë. Është për Albin Kurtin apo Kosovën? Pasi në OKB ishin vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ngritën çështjen e Kosovës, ngritën çështjen e misionit të UNMIK-ut. Po në deklaratat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra si në atë të pezullimit të partneritetit strategjik, por edhe tek deklarata e cila vendos vija të kuqe për Albin Kurtin, thuhet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbesin gjithmonë afër dhe do të jenë së bashku me popullin e Republikës së Kosovës, por jo edhe me këtë qeveri. U pa pra siç e theksuat edhe ju, përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Këshillin e Sigurimit ishte më së i qartë dhe ishte më i qarti nga të gjithë rreth rrotull tavolinës se duhet sipas tyre, dhe kjo është qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm i këtij vendi, por edhe i vendeve tjera, siç është Britania e Madhe, ishte Franca dhe të tjerat që janë miq të Kosovës, që duhet të mbyllet misioni i OKB-s në Kosovë, apo duhet ta ndroj misionin, sepse në këtë rast siç e theksoi edhe përfaqësuesi i SBA-s, ky mision është i kushtueshëm dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të interesuar që të shpenzojnë të holla për një mision i cili nuk ka asnjë kuptim. Por në fund dua të theksoj se përfaqësuesi i SBA-s përmendi edhe nevojën që dy shtetet, pra Kosova dhe Serbia, duhet të bëjnë njohje të ndërsjellë, pra rikthehet edhe një herë me vokabularin diplomatik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, njohja mes dy vendeve, e cila ishte larguar pra nga vokabulari diplomatik edhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për shembull gjatë negociatave dhe marrëveshjes së vitit 2023 në Bruksel dhe në orë kur nuk pritet njohje ndërsjellë, por relaksim i marrëdhënieve në mes të dy vendeve. Sigurisht se një diplomat me përvojë unë do doja nga ju që të më shpjegoni se çfarë do të thotë konkretisht ndërprerje e misionit të UNMIK-ut apo përfundim i ligjit 1244, e duke komentuar pse jo edhe debatin që ndodhi mes zonjës Donika Gërvalla dhe Gjuriç, pikërisht kur në OKB u fol për misionin e UNMIK-ut. Pra, përfundimi i misionit të UNMIK-ut në Kosovë do të nënkuptonte edhe zëvendësimin e rezolutës 1244 në një rezolutë tjetër. Dhe unë mendoj se një rezolutë e re e cila zëvendëson rezolutën 1244 do të ishte njohja ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë dhe rrugtimi i Kosovës drejt antarësimit në OKB në çfarëdo mënyre, qoftë edhe përmes asamblesë së përgjithshme si vëzhguese apo si antare përhershme, qoftë mes Këshillit të Sigurimit. Do të ishte pak më vështirë të kaloj Kosova nëpërmes Këshillit të Sigurimit, meqense aty janë Rusia dhe Kina, të cilat kanë interesat e tyre, dhe pa ndonjë marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë e Madhe dhe Francën, do të ishte vështirë që të kalojnë nëpërmes Këshillit të Sigurimit. Pra antarësimi i Kosovës në OKB. Mirë po përmes asamblesë së përgjithshme ekzistojnë mundësitë. Ne kemi pasur gjatë historisë raste të ndryshme. Spanja për shembull, e cila së pari ka kaluar në asambletë të përgjithshme si vëzhguese, Gjermania po ashtu, dhe pastaj gradualisht janë bindur të gjitha shtetet e asamblesë së përgjithshme dhe me votë pastaj kanë kaluar si anëtarë të përhershme të OKB-s. Është bërë zakon që gjatë seancave të Këshillit të Sigurimit, kur raportohet për Kosovën, përfaqësues të Kosovës dhe të Serbisë të kenë përplasje, të cilat
jo të pahishme, nuk i takojnë forumit të Këshillit të Sigurimit, sepse është nivel shumë i lartë diplomatik për të ndëgjuar argumentime të këtij niveli çfarë ofrojnë përfaqësuesi i Serbisë dhe pastaj përgjigjet të cilat pasojnë nga përfaqësuesi e Kosovës. Çfarë do të thotë? Po, vazhdoni lutem. Raportimet për Kosovën në Këshillin e Sigurimit pra kërkohet nga përfaqësuesit të gjitha palëve aty të prezente që të flitet për përparimin e institucioneve të Kosovës për të drejtat e njerëzit, se si trajtohen qytetarët e Republikës Kosovës, qofshin në aspektin individual apo edhe atë grupor, pra të entiteteve të ndryshme etnike. Debatet aty të cilat ne ndëgjojmë janë kryesisht për nevoja të brendshme, pra si të Kosovës ashtu edhe të Serbisë, të cilat e mbajnë lart tonalitetin e nacionalizmit, i cili është shumë vështirë të shërohen, pra si Serbia, e cila pra vazhdon me nacionalizmin romantik të tyre, dhe pastaj kemi kundërpërgjigjet apo kundërveprimet e Kosovës në anën tjetër. Çfarë do të thotë, si ju përmendet një rezolutë e re, çfarë do të thotë një rezolutë e re nga OKB-ja për Kosovën? Po, një rezolutë e re, pra do të ishte dalje nga ajo çka është e paraparë në kornizën e rezolutës 2024, pra nënkupton që Kosova në një formë apo tjetrën bëhet anëtare e OKB-s, në një formë apo tjetrën Serbia pranon që Kosova është pjesë e kornizës të drejtave ndërkombëtare, dhe një fjalë pra pranon sovranitetin dhe integritetin e Republikës së Kosovës, por jo vetëm Serbia, por edhe Rusia, Kina, të cilat i takojnë aksit mosnjohës të pavarësisë së Republikës së Kosovës, dhe në këtë mënyrë, pra në një farë lloj automatizmi, Kosova do të njihet nga të gjitha shtetet anëtare të OKB-s dhe gradualisht do të antarësohet edhe në agjencionet e OKB-s, siç është për shembull UNESCO, Interpoli, UNICEF-i dhe agjencionet e tjera të OKB-s. Dhe me një automatizëm tjetër, pastaj Kosova do të futet në arenën ndërkombëtare si antar i barabartë me të gjitha shtetet tjera dhe mund të llogaritet si dikush i cili mund të jetë edhe shtet përkrahës i shteteve tjera sipas interesave që të votohet në asambletë të përgjithshme apo edhe me agjencionet të tjera të OKB-s. Ndërkohë, ju pak më herët më folët për marrëdhëniet e Albin Kurti me vendet e tjera perëndimore, duke u shprehur se është braktisur, por nëse kujtojmë vizitën e tij në Britani, e cila duket se pak është folur apo pak është komentuar, edhe takimin e tij me mbretin Charlesi duket se është dhe njeriu numër 1 apo jo, dhe njeriu kryesor në Britaninë e Madhe. Si e lexoni ju këtë takim? Dhe çfarë do të thotë kjo për karrierën e Albin Kurtit? Edhe një herë për përsëris se kryeministri në detyrë Kurti dhe ish kryeministri pra Kurti në qeverinë Kurti 2 ka pasur takime me figura të rëndësishme politike në niveleve më të larta përfaqësuese të shteteve, siç është rasti pra edhe këtu në Britaninë të Madhe me mbretin Charlesi III. Mirëpo, si thash, këto takime bëhen në kuadër të platformave të ndryshme ndërkombëtare dhe ky takim ka ndodhur në kuadër të platformës së procesit të Berlinit. Pra nuk ka diçka bilaterale aty, nuk ka takim i cili është parapërgatitur nga të dy shtetet, pra një takim në këtë rast mbreti është dashur të takohet me presidentin Osmani, jo me kryeministrin Kurti. Kryeministri Kurti takohet me homologun e tij Starmer. Dhe kjo thash është takim në kuadër të një platforme multilaterale, pra një nisme rajonale që quhet procesi i Berlinit. Dua të theksoj se në procesin e Berlinit
është paraparë që shtetet e rajonit të fillojnë gradualisht të marrin beneficionet e growth plan apo planit të rritjes, që janë miliona euro të cilat janë të parapara në planin i cili është dorëzuar nga secili shtet, plani i rritjes, që nuk kupton pra parafrimin e ekonomive të shteteve të rajonit me ekonominë e BE-s deri në vitin 2027. Në këtë rast, Kosova nuk ka marrë asnjë qindark dhe është vështirë të marrë, meqense se nuk ka qeveri legale edhe legjitime, por po e përsëris edhe një herë, Kosova është nën sanksionet e Brukselit dhe edhe pse ka propozim nga Parlamenti Evropian që të hiqet sanksionet, pra sanksionet do të jenë të kushtuar, heqja e sanksioneve do të jetë e kushtuar me plotësimin e përgjegjësive të cilat ndërkombëtare të cilat Kosova tashmë i ka marrë. Nga kjo situatë politike e rënduar dhe e zvaritur, në gjykimin tuaj sa shumë është dëmtuar imazhi i Albin Kurtit përpara perëndimit, po njëkohësisht pastaj edhe ajo që ka më shumë rëndësi imazhi i Kosovës? Po përfaqësuesit e shteteve krijojnë imazh, ngrisin imazh dhe e prishin imazhin e shtetit. Në këtë rast, sjelljet kokëforta, jo koordinimi me shtetet aleate dhe sponsorë të pavarësisë dhe shtetësisë së Kosovës, ka sjellur Kosovën në një situatë të palakmueshme nëpërmes figurës Albin Kurtit dhe shkurrës së tij. Pra, Kosova është në një gjendje shumë të palakmueshme në arenën ndërkombëtare, nuk shifet si problem solver, pra zgjedhëse e problemeve, po problem maker, pra krijues i problemeve, dhe në këtë mënyrë pra forca e rendimit të bashkëpunimit të vendeve aleate të Kosovës gradualisht është duke bartur në vendet e tjera të rajonit dhe Kosova është gradualisht duke u lënë në një situatë limboze, pra është në pezull diplomatik dhe pritet që sa më shpejt Kosova të ketë një qeveri. Pra për komunitetin ndërkombëtar ka qenë shumë e rëndësishme që të themelohet qeveria sa më shpejt që është e mundur, mirëpo siç duket, vullneti politik i kryeministit në detyrë dhe grupit të tij parlamentar nuk ishte që të themelohet një qeveri e re, pra nuk ishte vullnet politik që të themelohet një koalicion, por kishte vullnet politik që të ftohen anëtarët e partive të tjera që të nënshtrohen pra diskursit politik të Albin Kurtit, që në asnjë marrëveshje apo koalicion politik nuk funksionon, sepse programet politike apo programet qeverisë duhet të koordinohen, duhet të bashkëdyzohen në mënyrë që të ketë një program dhe jo një program i imponuar politik dhe të tjerë të vrapojnë pas atij programi. A ka përfituar territor në politikën kosovare Serbia pikërisht si pasojë e këtij tranzicionit të zvaritur? Po, presidenti Vučić është i njohur si një ujk i vjetër i një politike të komunikimit masiv apo komunikimit me publikun, është pra mjeshtër dhe në këtë mënyrë ai ka imponuar politikën e tij edhe ka shi Kosovës, pra kemi parë Kosovën e cila veç është ndërpërgjegjur qëndrimeve dhe veprimeve të presidentit Vučić dhe Kosova pra është hyrë në atë kurtër apo vorbullin e politikë bërjes Serbisë. Kur bëhet fjalë për shembull për deklaratat pompoze nacionaliste të cilat i lëshon Vučić dhe pastaj kemi përgjigje shumë të shpejtë nga pozicioni i Kosovës, gjithsesi nga Albin Kurti apo ndonjë ministër i tij, e kryesisht kur bëhet fjalë për Veriun. Edhe pse Albin Kurti përmes temës së Veriut e ka mbajtur shumë lart tensionin dhe bindjen e publikut të Kosovës për tensionin ta quajmë nacionalist, i cili thotë se ka çliruar Veriun, ka shtuar sovranitetin në Veri, gjë që është e pavërtetë sepse unë konsideroj se ndërjo është strukur sovraniteti i Kosovës, meqense popullata shumicë e cila jeton atje ka bojkotuar zgjedhjet, është larguar nga institucionet e Kosovës, pra nga policia, prokuroria, gjykatat, dhe në këtë mënyrë ka lënë bosh funksionimin institucional të Kosovës atje, ndërsa qeveria Kurti 2 ka dërguar polici
e cila me masat e tyre ka mbajtur një situatë ashtu siç është kashi popullatës lokale. Atje kemi pasur pra kryetarët e komunave me përqindje shumë të ulët të daljes së qytetarëve, pra me 1 deri në 2% janë zgjedhur, pra ka pasur legalitet, meqense në Kosovë nuk parashifet ndonjë përqindje e saktë se çfarë është dalja, cila duhet të jetë dalja e elektoratit si në zgjedhjet lokale ashtu edhe në ato qendrore, pra nuk ka ndonjë përqindje dhe për këtë arsye kemi pasur kryetarë të komunave me përqindje të ulta, por nuk kanë pasur legjitimitet. Ju përkujtoj se gjatë viteve 90 zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale që i ka organizuar Serbia periudhës së Miloševićit, shqiptarët në Kosovë nuk kanë dalur në zgjedhje dhe në këtë mënyrë ka qenë diskutabil legitimiteti i zgjedhjeve, meqense popullata shumicë e Kosovës nuk ka marrë pjesë në ato zgjedhje. Ndërkohë, ne flasim pak edhe për situatën që krijohet në marrëdhëniet mes shqiptarëve në të gjithë rajonin tonë, pra në Ballkanin Perëndimor, pikërisht si pasojë e këtij dështimi të Albin Kurtit. A dëmtohen këto marrëdhënie, a krijohet destabilitet? Ka një doktrine apo strategjie të politikës së Serbisë e cila quhet bota sërbe. Trupi apo trungu politik shqiptar në rajon, pra si në disa shtete, pra në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, pastaj edhe në Maltezi dhe në Serbinë e Jugut, gjithsesi në Luginë e Preshevës, kemi një partikularizëm të pashoq dhe të paparë në historinë më të re shqiptare. Pra, në njërën anë kemi pasur qëndrimin e vetëvendosjes të udhëhequr nga Albin Kurti për një periudhë të gjatë kohore të funksionimit me një ide të bashkimit kombëtar me të cilën edhe ka ardhur në pushtet. Mirë po me ardhin më njëherë pas ardhjes në pushtet dhe dështimin në pjesëmarrje në zgjedhjet në Shqipëri, pranërorit të Skënderbeut atje në Lezhë, ai e pranon se kushtetuta e Kosovës nuk lejon një gjë të tillë. Dhe kjo e bën që të struket në Kosovë dhe që të përpiqet që të gjejë hapësirë funksionimi gjithësisht zgjatjes së pushtetit të tij në Maqedoninë e Veriut, duke themeluar koalicionin partive shqiptare vlen, atje që hynë në aleancë me VMRO dhe PMNE, e cila njihet me politikën e saj anti-shqiptare dhe politikën e saj e cila ndërton relacione strategjike me Serbinë, gjithsesi me Moskën. Në këtë mënyrë, pra, trungu politik shqiptar i ndarë kësaj është i dëmtuar për të vepruar, pra për të mbrojtur interesat e shoqërive shqiptare, gjithsesi shteteve shqiptare, dhe në këtë mënyrë e bën të mundur një politikë më të fuqishme të botës serbe, e cila kontrollohet nga Beogradi, e cila gradualisht shtrin tentakulat e saj në Republika Srpska, pastaj përpiqet dhe në Kosovë dhe tashmë është shtrirë me interesin e saj dhe bashkëpunimin strategjik me Maqedoninë e Veriut. Zoti Prenka, po mund ta përfundoni fjalinë, po dhe përpara se sa të ndahemi, patjetër. Kjo do si do dëmton Kosovën, shqiptarët Maqedonisë Veriut, Shqipërinë e le pa krah në politikë bërjen rajonale dhe Kosovën e dëmton si në procesin e antarësimit në NATO dhe në procesin e integrimit në BE, e po ashtu edhe në antarësim në Këshillin e Evropës, ku nuk është antarësuar për shkaqe të cilat tashmë dihen për publikun. Ju falenderoj shumë, zoti Prenkaj, për analizën tuaj, ju falenderoj për gjitha mendimet që ndat me ne dhe ju uroj punë të mbarë në vazhdim. Faleminderit. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ne ndahemi nga ambasadori Albert Prenkaj nga Prishtina. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish në studio.